Maturantët e dekës së arteve figurative në shkollën e mesme artistike Prenk Jakova Shkodër kanë paraqitur punimet e tyre për mbrojtjen e diplomës. Ato janë konceptuar në formën e një ekspozite me qëllim që ky proces të jetë sa më transparent dhe të tërheqë sa më shumë audiencë. Në total janë 9 maturantë, vlerësimi i të cilëve do të bëhet nga një komision i posaçëm pas njohjes së detajuar me punimet e ekspozuara. Procedura është këto vlerësohen edhe gjatë vitit. Gjatë rrugës së punimeve këta marrin vlerësime sepse jena detyruar për mi paraqitur në SMIP. Po, masi paraqesin punimet, lellet komisioni i cili përbahet nga shefi i sektorit të figurativit dhe dy mësuesit më të vjetër, ku jam edhe unë, është edhe psikologja e shkollës, bëhet një komision i zgjenuar që bajnë vlerësimin specialistat, edhe më na japim i vlerësim total. Sot është dita diplomës, sot janë ekspozuar punimet, do vinë i shohin gjithë. Do japin mendimin gjithë, ndoshta ne mendim edhe ne specialistit që është pensionist dhe nuk është marrë në shkollën artistike, po është dekse figurativit, na vlen për të rishikuar ndoshta një vlerësim jo krejt të saktë. Megjithatë, mendoj që vlerësimet janë sakta se janë fëmijë që janë studiuar gjatë 3 vjetëve. Këto nxënës janë nxënës tonë që në vit parë, pra ne i ndjekim, është një proces që vjen që në vitin e parë, në vitin e dytë, në vitin e tretë, këto punojnë me ne, pra dihet që në vit parë që këto diplomen do ta mbrojnë me ne dhe ne dim që diplomen ne do të jemi mentor të tyre edhe në diplomë. Që mundohena që temat e diplomës në përgjithësi janë simbolike. Pra, për zgjedhjet e simbol dhe ne mundohena që ne t'i drejtojmë në teknikat ku ato në këto 3 vite kanë shfaq aftësitë maksimale. Pra që të kena rezultatet maksimale. Pas diplomimit, maturantët e shkollës së mesme artistike Prenk Jakova vijojnë studimet e larta universitare në fushën e arteve. Një pjesë e mirë e tyre preferojnë të studiojnë në universitete të vendeve perëndimore, ku Italia është zgjedhja e tyre e parë. Ndërkohë të tjerë regjistrohen në Universitetin Luish Gurakuçi të Shkodrës dhe në Akademinë e Arteve në Tiranë.